Debatet shoqëruan mbledhjen e kolegjit të ankimimit dhe sanksioneve sot. Ilir Usmajli, antar i KAS dhe përfaqësuesi i Partisë Demokratike Marash Logu, u përfshin në debate të forta gjatë seancës së sotme. Debati nisi kur Logu pyeti drejtoreshën për votën e diasporës Jona Josifi për qëndrimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me paratë kursyeara nga votimi i diasporës. Kjo është kundërshtuar nga kolegji i ankimimit dhe sanksioneve me argumentin se nuk është në rendin e ditës. E para nuk lidhet as pak me të dytën, pra kursimi në buxhet, se nuk mund ta nxjerrim as pyetjen dhe as përgjigjen e tij nga konteksti, ishte në kuadër të procesit të rinumërimit të një numri të madh kutish në fakt në qarqe të ndryshme për shkak të procesit ankimor. Pyetja gazetarëve ishte nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të angazhojë patjetër buxhet edhe për marrjen e masave për të realizuar rinumërimin. Komisioneri shpjegoi se KQZ-ja nuk do të kërkojë buxhet shtesë, sepse nga buxheti aktual programi për zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj ka ende buxhet në dispozicion dhe përmendi një rast kursimi, siç e quani ju dhe siç e quajti ai, që në fakt nuk lidhet me zbatimin e kontratës apo me 52.000 firma apo me 200.000 firma, por lidhet me faktin që fondi buxhetor i alokuar nga Ministria e Financave për KQZ-n për shërbimin postar me vlerën e lidhur të kontratës, pra po ju e thon për ata që ndoshta do ta kuptojnë më mirë praktikisht, diferenca midis buxhetit, fondit limit dhe vlerës së ofertës fituese është ajo që është kursyer që janë rreth 3 milion. Keni qenë miqëqir në tenderim? Po, eksakt. Nuk ka lidhje me procesin tonë? Po, domethënë, a është duke bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a mund ta konfirmoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke bërë vlerësim të dokumentacionit që ka paraqitur DLE-ja për raste që mungon nënshkrim ose ka vizë dhe pikë në mënyrë që ato zarfe mos paguhen me koston 37.5 euro për zarf zgjedhor? KQZ-ja do të vijojë me zbatimin e kontratës për mbushjen e detyrimeve kontraktuale sipas dispozitave të kontratës. Unë nuk mund të komentoj çështje të pagesës ose jo dhe as artikuj portalesh. Okej, mirë. Kjo është çështje edhe një herë, kjo nuk është çështje artikuj portalesh. Kjo është objekt i kësaj seance, çështja e dispozimit të fondeve publike. Pa nervozizëm. Se çfarë është objekti i kësaj seance, përcaktojmë ne që jemi këtej dhe ata që janë andaj. Ju nuk e përcaktoni dot. E përcaktojmë edhe ne, se ne jemi pa lesh kemi stu trupën. Po mos e thik tani se mos bëj pasir tani të fikesh mikrofonin. Çfarë ke këtë? Kujton se s'tas dot pa mikrofon. Po lër mikrofonin tani se po flas. Kjo është çështje nuk ka të bëjë thjesht me kursim, po ka të bëjë me çështje e integritetit procesit. Të lutem, duhet rivendoset qetësia në sallë përpara se sa të vijojmë. Qetësia dhe komunikimi korrekt me njëri tjetrin. Këtë seancë e drejtoj unë dhe fjalën ja jap unë pjesëmarrësve. Nuk jemi në pazar, jemi në një seancë serioze të institucionit. Jo, nuk e hap mikrofonin derisa të qetësohesh, duhet të qetësohesh. Jo, po flet nga vendi pa leje. Kjo tregon nervozizëm. Duhet të qetësohesh dhe të përgatitesh mos krijosh incidente sepse nuk janë të mira për procesin.